Dashi. Për shkak të ndikimit jo të mirë të hënës, sot nuk do të jeni shumë të hapur dhe nuk do të ruani një komunikim të mirë me të tjerët. Her pas here mund të tërhiqeni në vetvete dhe të dëshironi të qëndroni vetëm. Nëse jeni në një lidhje, do e lini partnerin pas dore dhe situata, në vend që të përmirësohet, mund të marrë ta të pjetën. Edhe beqarët do ndihen të bllokuar emocionalisht dhe nuk do arrin të ndryshojnë statusin e tyre. Në punë, edhe pse nuk do keni motivimin e zakonshëm, do i përmbyllni detyrat falëndimës së disa kolegëve të vjetër. Paratë do mbeten pa ndryshime të rëndësishme. Shëndeti. Lodhja mendore dhe dëshira për t'u izoluar mund të tregojnë se keni nevojë për pushim dhe qetësi. Kujdesuni për ritmin e frymëmarrjes dhe shmangni debatet. Këshilla. Mos mbani gjithçka brenda vetes. Një bisedë e thjeshtë, por e sinqertë, mund t'ju lehtësojë më shumë se sa mendoni. Demi. Sot dëshira juaj më e madhe do jetë të mbylleni në guaskën tuaj dhe të qëndroni në heshtje. Nëse jeni në një lidhje, kjo sjellje mund të sjellë keqkuptime dhe probleme, sepse partneri nuk do e kuptojë arsyeën e ndryshimit tuaj dhe madje mund të mendojë të largohet. Edhe beqarët do duhet të luftojnë me veten për të qenë më të hapur, sepse përndryshe do e kenë të vështirë të ndryshojnë jetën e tyre. Në punë do konkretizoni disa projekte të hershme dhe do impresiononi të gjithë, sepse rezultatet e mira do flasin më shumë se fjalët. Financat do qëndrojnë të kënaqshme. Shëndeti. Mund të përjetoni lodhje emocionale dhe nevojë të fortë për qetësi. Do ju bëjë mirë të ecni pak në ajër të pastër ose të meditoni. Këshilla. Mos u izoloni nga ata që ju duan. Hapja e një dialogu të thjeshtë shmang keqkuptime të mëdha. Daforia. Sot do jeni më të qetë dhe të gatshëm për kompromis. Nëse jeni në një lidhje, mos prisni gjithmonë që partneri të jetë ai që shpreh ndjenjat i pari. Edhe ju mund të bëni një hap, një surprizë apo një gjest të vogël që ndes sërish atmosferën mes jush. Beqarët do fillojnë të pëlqejnë dik nga puna dhe sot është momenti perfekt për të folur hapur. Në punë do ketë ndërlikime, por me vendosmëri dhe këmbëngulje do ja dilni t'i kapërceni. Financat do fillojnë të tregojnë përmirësime. Shëndeti. Gjendja emocionale stabilizohet. Kujdesuni për ushqimin dhe shmangni teprimin me ëmbëlsira apo ushqime të rënda. Këshilla. Mos i shtyni ndjenjat. Hapi i parë është ai që hap portën drejt ndryshimit. Daforia. Sot do jeni më të qetë dhe të gatshëm për kompromis. Nëse jeni në një lidhje, mos prisni gjithmonë që partneri të jetë ai që shpreh ndjenjat i pari. Edhe ju mund të bëni një hap, një surprizë apo një gjest të vogël që ndes sërish atmosferën mes jush. Beqarët do fillojnë të pëlqejnë dik nga puna dhe sot është momenti perfekt për të folur hapur. Në punë do ketë ndërlikime, por me vendosmëri dhe këmbëngulje do ja dilni t'i kapërceni. Financat do fillojnë të tregojnë përmirësime. Shëndeti. Gjendja emocionale stabilizohet. Kujdesuni për ushqimin dhe shmangni teprimin me ëmbëlsira apo ushqime të rënda. Këshilla. Mos i shtyni ndjenjat. Hapi i parë është ai që hap portën drejt ndryshimit. Luani. Planetet do ju japin optimizëm, por mund ta keni të vështirë t'i shprehni me fjalë ndjenjat tuaja. Nëse jeni në një lidhje, do tregoni sensualitet dhe dëshirë për të hedhur hapa të rëndësishëm. Madje, gjatë kohës së punës partneri mund t'ju surprizojë në mënyrë të veçantë. Beqarët do kenë flirtime me disa persona, por nuk do jenë ende të sigurt se me kë duan të lidhen. Në punë do jeni energjik dhe të fokusuar, çka do ju ndihmojë të realizoni çdo projekt. Asgjë nuk do jetë e pamundur. Financat do i menaxhoni me kujdes. Shëndeti. Gjendje e mirë fizike, por kushtojini vëmendje pushimit, sepse energjia juaj ka nevojë të rigjenerohet rregullisht. Këshilla. Shprehni atë që ndjeni. Heshtja shpesh krijon distanca që nuk i dëshironi. Virgjëresha. Sot do ndiheni her pas here të mërzitur dhe do dëshironi që shumë gjëra të ishin ndryshe.
Në dashuri, ndjenjat mund të fillojnë të zbehen dhe marrëdhënia me partnerin të ftohet. Bisedoni për gjithçka dhe merrni vendimet që janë më të mira për të dy. Beqarët, me thjeshtësinë e tyre natyrale, do tërheqin vëmendjen e shumë personave. Në punë, situata do fillojë gradualisht të stabilizohet. Do kuptoni gabimet dhe do hidhni hapat e duhur. Financat janë të mbrojtura, kështu që mund të lejoni ndonjë shpenzim më tepër. Shëndeti. Lodhja emocionale dhe rënia e energjisë janë të dukshme. Ju duhet më shumë pushim dhe kujdes për gjumin. Këshilla. Mos veproni me nxitim. Vendimet e qeta dhe të menduara sjellin zgjidhjet më të mira. Peshorja. Dita e sotme do jetë e paqëndrueshme. Mëngjesi mund të duket më i qetë, por pasditja mund të sjellë vështirësi të papritura. Lidhja juaj do jetë paksa e turbullt dhe mund të përballeni me rival të fortë që do përpiqen t'ju sfidojnë ose t'ju marrin vëmendjen e partnerit. Kini kujdes me skenat e xhelozisë, sidomos nëse nuk keni arsye reale. Nëse jeni ende beqar, do takoni një person që përputhet shumë mirë me ju, mos e humbni këtë mundësi. Në punë do jeni të motivuar dhe të vendosur për të realizuar synimet. Energjia nuk do t'ju mungojë. Disa prej jush mund të ngrihen në detyrë, por duhet të kenë parasysh se përgjegjësitë do jenë më të mëdha. Financat do ecin mirë për sa kohë ti menaxhoni me maturi. Gjithsesi, shmangni vendimet e rëndësishme financiare për momentin. Shëndeti. Luhatjet emocionale mund t'ju lodhin mendërisht. Bëni pak pushime gjatë ditës dhe shmangni debatet që ju tensionojnë. Akrepi. Dita e sotme do jetë mjaft interesante dhe do mund të zgjidhni disa probleme që kanë mbetur pezull prej kohësh. Nëse jeni në një lidhje dhe keni pasur mosmarrëveshje kohët e fundit, është momenti i përshtatshëm të flisni hapur me partnerin dhe të gjeni zgjidhjen më të mirë për të dy. Për beqarët dita është premtuese, mbajini syt hapur dhe shfrytëzoni çdo mundësi që ju del për të dalë dhe për të njohur njerëz të rinj. Në punë, energjia do jetë e admirueshme. Do bëni çmos për të arritur qëllimet dhe ka shumë gjasa t'ia dini. Situata financiare varet nga ju, nëse shmangni shpenzimet e panevojshme, gjithçka do shkojë mirë. Shëndeti. Do keni energji dhe qëndrueshmëri, por kini kujdes të mos raskapiteni nga entuziazmi i tepërt. Këshilla. Mos e lini komunikimin për më vonë. Zgjidhjet vijnë kur flisni hapur dhe pa frikë. Shigjetari. Dita e sotme do jetë e bukur dhe e mbushur me gëzim. Për të dashuruarit, pasioni do të ndizet fort dhe momentet e lumtura do jenë të shumta. Shfrytëzojeni këtë ditë sa më shumë. Beqarët do kenë fat dhe do përballen me mundësi të rralla, mos i shpërdoroni, sepse nuk vijnë shpesh. Në punë duhet të reflektoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme. Nëse ju bëhen propozime për pozicione të reja ose ndryshim kompanie, mos i refuzoni me nxitim, analizoni fillimisht avantazhet. Në planin financiar fati do jetë me ju, por tregohuni të kujdesshëm me lojrat e fatit sepse një gabim i vogël mund të sjellë humbje të pakthyeshme. Shëndeti. Do ndiheni energjik dhe optimist. Kujdes me teprimet, sidomos në orët e mbrëmjes. Këshilla. Mos merrni vendime të mëdha në nxitim. Dëgjoni intuitën, ajo sot ju udhëzon saktë. Britsjapi. Gjatë kësaj dite duhet të tregoheni të kujdesshëm me sjelljet, përndryshe mund të lindin kontradikta dhe mosmarrëveshje me njerëzit përreth. Nëse jeni në një lidhje, përpiquni të krijoni momente të këndshme me partnerin që gjërat të ecin mirë. Beqarët do jenë shumë tërheqës dhe do kenë mundësi të shumta për një lidhje të re, por duhet të shmangin nxitimin dhe ndikimin e pamjes së jashtme. Në punë dita do jetë e ngarkuar dhe e lodhshme, por me pak përpjekje do arrini rezultatet që doni. Në planin financiar duhet të dyfishoni kujdesin për të shmangur përkeqësime të mundshme shëndeti. Lodhja fizike dhe mendore mund të jetë e pranishme. Bëni kujdes me ushqimin dhe mos e teproni me punën. Këshilla. Mos i lini emocionet t'ju dominojnë. Qetësia ju ndihmon të merrni vendimet më të mira.
Ujori. Sot jeta juaj do ketë ndryshime pozitive dhe do jeni më të hapur ndaj përvojave të reja. Për të dashuruarit, Plutoni do ju ndihmojë të shprehni ndjenjat lirisht dhe të kaloni më shumë kohë cilësore me partnerin. Beqarët do kenë më shumë mundësi për aventura sentimentale të këndshme, ndonse kalimtare. Në punë do shikoni gjithçka më qartë dhe do afroheni shumë me qëllimet që i keni vënë vetes. Mos i braktisni projektet e nisura, sepse po shkojnë drejt një faze të mirë. Financat do jenë të qëndrueshme, por nuk është koha për investime të tepërta që mund t'ju sjellin pendim. Shëndeti. Gjendja emocionale do jetë e mirë. Kujdes me lodhjen fizike dhe ruhuni nga teprimet. Këshilla. Mos hezitoni të provoni diçka të re, por ruani ekuilibrin në çdo hap. Peshqit. Sot do reflektoni me kujdes për çdo hap dhe nuk do nxitoheni, gjë që do sjellë një ditë të qetë dhe të balancuar. Nëse jeni në një lidhje, idetë për të ardhmen do jenë më të qarta dhe do merrni vendime të rëndësishme. Beqarët do kenë takime, por do kenë vështirësi të vendosin se me cilin person duhet të vazhdojnë. Merrni kohën që ju nevojitet. Në punë do përballeni me një problem serioz, të cilin do e zgjidhni vetëm me ndihmën e kolegëve. Gjërat nuk do jenë aq të thjeshta sa i kishit menduar. Në financa gjithçka do ecë shumë mirë dhe më në fund do zgjidhni edhe çështjet më delikate. Shëndeti. Do jeni të qetë, por edhe pak të ndjeshëm ndaj lodhjes. Kujdesuni për gjumin dhe hidratimin. Këshilla. Mos kini frikë të merrni vendime të rëndësishme. Qartësia vjen kur dëgjoni veten. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.